Siç duket shtëpia më e madhe kosovare ka nisur të mos e gjejë qetësinë e javëve të para. Kjo pasi që një debat I ditës së djeshme ndodhi deri në eskalime e vulgaritet të gjuhës në mes të Fjollës dhe Labinot Rexhes. Kjo pasi që ky I fundit ishte duke përgatitur ushqim dhe Fjolla disi në një mënyrë I u këndërvy pasi që e kishte dëmtuar ushqimin që ishin duke bërë pica në atë rast për darkë, por lirisht mund të themi që Fjolla është duke rrugtu drejt finales Big Brother VIP Kosova 4, ani pse pa marrë parasysh që po tenton me eskalu, duke njoftë si personazh nga jashtë, ajo ka një lloj vetkontroll ndaj vetes, edhe shumë lehtë është siç thot një gjuhë e popullit duke I palu rend një ka një. U tha që nuk guxon me bo debat as me Alben, e bëri edhe me Alben, e bëri edhe me Labinotin, është duke bërë me çdo kënd që po I dal përpara. Po ashtu është duke u komentu negativisht komentimi I opinionistës Leonora Jakupi, kjo pasi që po e ka një lloj shtytje dhe mbështetje të madhe ndaj Elionës në këtë rast, edhe që po komentohet negativisht tek publiku. Dhe që kam brejtë është që kemi një prafrim të madh në mes të Bia Kalifes dhe Edit, a e ka loj Edi me Bien apo Bia me Edin ose të dy të bashkë loj ndaj Dolçes, kjo mbetet për të pa, po ka një prafrim mjaft madh, kështu duke bërë Bien të largohet nga Arditi dhe t'i afrohet Edit më shumë. Kushtrimi dhe Sasa janë largu ndërmjet vete komplet dhe nuk po gjejnë as gjuhë mirëkuptimi përveç një mirëmëngjesi ose natën e mirë. Ndoshta pasi që kushtrimi po I kundërvjet me një farë forme Sasës dhe po I afrohet banorëve tjerë që janë më të fortë, le të themi, më të poshtetshëm. Kjo pasi që në të premten, në prajmin e së premtes kushtrimi vetë rrezikohet që të dalë nga shtëpia. Dhe po ashtu janë të pavërteta të gjitha ato lajmet që kanë qarkullu kinë se kushtrimi e ka pas veç një muj kontratën dhe do të largohet këtë të premte. Sepse për mendim tamin banor më të rrezikum në këtë rast është tuaj pas parasysh që kanë vetë edhe 72 orë ose pak më shumë, është si të rrezikum Labinotin e ri dhe jo kushtrimi në këtë rast, kështu që mbetet për të pa nëse do t'jetë ai që do të largohet nga shtëpia më e madhe në vend, Labinoti I ri, për mendim tam nuk është duke I dhënë diçka më shumë asaj shtëpie.